Fillimi i punës së një objekti tregtar o hotelier në anë të malit të ndërtuar me përmasa të kohës është investim i cili para së gjithash ka interes publik për këtë zonë të cilën ka pasur mungesë të theksuar të zhvillimit deri më tash. Investimet në zonën e anës së malit rreth e Ulcinit kanë munguar pothuajse tërësisht nga sektori publik, por edhe ai privat. Përjashton ndërtimin dhe hapjen e 2 pompave private të benzinës nuk ka pasur investime të këtilla. Por fakti se këtu pari kalon rruga ndërkombëtare midis Ulcinit e Shkodrës ka provokuar ndjenjen e investimit të 3 afaristeve, 2 nga kjo anë dhe 1 nga Podgorica, të cilët për një kohë rekorde kanë ndërtuar një objekt për lakmi tregtare hotelier. Dobia e kësaj veprimtarie në kryq të anës së malit është para së gjithash publike, duke pasur parasysh fuqinë punëtore të punësuar. Duke menduar që këtij rajoni apo anës së malit i mungon një objekt i tillë, unë nga zmendje dhe mia vendosim që së bashku të hapim këtë objekt. Jemi nisur duke parë dhe frekuencën e madhe, gjithnjëmet e madhe të makinave, veturave që vinë, qarkullojnë në këtë anë, duke shfrytzuar edhe përparësinë që na solli rruga e Kalimashit dhe numrin e madh të turistëve që vinë nga kjo anë, vendosëm që do të ishte e dobishme për ne, por edhe për anën e malit që të hapet një objekt i tillë. Këtë objekt kanë punësuar 30 punëtor, ky është interesi kryesor besoj i anës malit, por është edhe interesi tjetër që do të kenë një shërbim me avangardë që kanë pasur deri tash, me të përparuar, domethënë edhe pas këtij unë besoj që do të ketë edhe investimet e tjera, do të tërheqim më dikën që të investoj këtu. Se edhe në këtë zonë deri më tash të lënë pas dore mund të investohet dhe ndryshohet, dëshmon edhe fakti i planeve të këtyre investitorëve të cilët kanë plane për zhvillimin e mëtejshëm të veprimtarive. Me kohën do të presim edhe pak, relativisht pak, me si shpritur kaq shumë, do të planifikojmë që të hapim edhe qëmshtoren, që në një farë mënyrë ta rrumbullaksojmë sistemin, do të ta bëjmë që të funksionojë më lehtë megamarketi, më lehtë restorani, nesër mas nesër më lehtë edhe qëmshtoria, shkurt që t'i ofrojmë më tepër qytetarëve të këtyre anëve, do të thotë banorëve të këtyre anëve. Po, çfarë shikimi kanë përfaqësuesit e sektorit privat në rolin që duhet të ketë sektori i qeverisës në raport me anën e malit? Investimi më i madh është që të ndryshojmë me veten, sepse ne ja vlejmë banorët e këtyre anëve e meritojnë një jetë më të mirë dhe ato mund ta ndryshojnë vetëm duke ndryshuar veten. Nuk mund të presim që dikush të ndryshojë dhe të na falë diçka. Dikur në këtë zonë kishte gur, ferra dhe ndonjë bim tjetër. Tash ekziston një objekt tregtar hotelier në të cilin konsumatorët gjejnë atë që duan dhe shërbehen me kulturë. Ky është ndryshimi që në anën e malit duhet të bëhet. Tashmë në mënyrë tradicionale gjatë muajit gusht mbahet Miss Bjeshka dhe Miss Malsia. Kësaj radhe Lindita Çunmula e shpatur Miss Bjeshka, kurse Klaudia Gjergji Miss Malsia. Ndiqni bisedën që me to e zhvilloi kolegja Esmeralda. Me rastin e shënshtiefnit festës së bjeshkatarëve në Bjeshkën e bukur të Korritës me 3 gusht u mbajt logu i Bjeshkës Miss Bjeshka 2011, organizuar nga Shoqëria Kulturore Artistike Pesa. Në Miss Bjeshka konkurrojnë vajzat dhe niset malsore të veshura me veshjen e xhubletës. Në Miss Bjeshka 2011 konkurruan 9 vajza, ku secila prej tyre dukej më bukur se kur me veshjen madhështore të xhubletës. Pjesëmarrja e vajzave erdhi nga kënaqësia e madhe që ju dhuron xhubleta, me të cilën me plot krenari u prezantuan para publikut. Ishte një dëshirë që të merrja pjesë dhe të vishja në xhublet. Prandaj ishte një motiv vërtet i mirë dhe dëshiroja. E ke ndjekur më përpara këtë eveniment? Të them të drejtën e kam ndjekur me shumë xhelozi, por mosha nuk më linte që të merrja pjesë. Sa rëndësishme ishte për ty kjo pjesëmarrje? Ishte shumë e rëndësishme për mua, gjithashtu edhe për familjen time, e cila me la mundësinë që të ecja përpara. Dalësh në skenë veshur me xhublet dhe të konkurrosh për Miss Bjeshka, patjetër që duhet të kesh edhe emocione, doja të dia se sa emocione ke patur ti. Emocionet më kanë filluar që nga shtëpia kur dola me xhublet, dhe me pristin të gjithë të afërmit, shoqëria, dhe isha vërtet krenare. Momenti i çmimeve është çasti më emocionues sepse jo të gjitha vajzat që konkurrojnë do fitojnë.
Njëra prej tyre u shpat Miss Bjeshka 2011, e cila u zgjon nga juria si dhe në një mendim me jurin ishte edhe publiku, i cili kishte mundësinë të jepte votën e tij. Miss Bjeshka 2011 me votat e jurisë dhe të publikut u shpat Lindita Çunmulaj, e cila ndjet shumë krenare për këtë çmim. Ishte shumë i rëndësishëm, madje ishte edhe nga vota e publikut, gjithashtu edhe vota e jurisë, dhe kënaqshme. Sa krenare je që ke fituar këtë çmim dhe kujt ja dedikon? Ja, jam shumë krenare. Me veshin e xhubletës të marrë vendin e parë është vërtet një krenari. Të më drejtën ja dedikoj familjes që më kanë lënë atë mundësi që të shkoj në atë drejtim. A do marrësh pjesë në evenimentet të tjera të bukurisë sa u përket këtyre konkurseve të cilat mbahen në Malsi, po pse jo edhe në vende të tjera? Sigurisht që po, isha e ftuar edhe në Miss Bjeshka në Shqipëri, e cila për fat keq nuk ndolla në Malsi në atë kohë, dhe më vjen vërtet shumë keq që nuk e prezantova Malsin atë ditë. Gjithashtu jam nxitur edhe nga shoqëria që të merrja pjesë në Miss Malsia, u shpalla për cilësia e parë e Missit, dhe vendi i dytë, dhe krenohem. Krahas së Miss Bjeshkës gjatë muajit gusht, konkretisht me 21 gusht në organizimin e këngëtarit Nikolnik Prelaj, për të 6-ën herë më radhë u mbajt Miss Malsia. Miss Malsia 2011 u mbajt në restorantin Troja në Tuzë e gërshetuar me atmosferën e mrekullueshme të këngëtarit Nikolnik Prelaj. Në këtë eveniment konkuruan 9 vajza nga Malsia dhe diaspora, dhe secila prej tyre për të marrë pjesë në këtë konkurs kishte gjetur mbështetjen e familjes dhe shoqërisë. Pjesëmarrja ime në Miss Malsia erdhi nga vullneti im dhe nga mbështetja e plotë e familjes time dhe shoqërisë. A ke ndjekur edhe më përpara këtë eveniment dhe sa e rëndësishme të duket për ty pjesëmarrja në Miss Malsia? Po e kam ndjekur dhe kam marrë pjesë edhe në vitin e kaluar, është shumë e rëndësishme sepse përfaqëson Malsin. Do më flasësh pak për konkurrencën, si të duk konkurrenca aty? Konkurrenca ishte e fortë, por padyshim është edhe bukuria, eleganca dhe simpatia e çdo vajze aty. Në këtë mbrëmje u ndan shumë çmime për vajzat konkurruese, por çmimi i madh Miss Malsia 2011 i takoi Klaudis Gjergjaj nga Malsia. Zgjedhja e Klaudis u bë nga juria profesioniste e kësaj mbrëmje. Vajza e cila fiton Miss Malsia tashmë në mënyrë tradicionale është ajo që na përfaqëson në Miss Shqipëria vitin e ardhshëm, dhe ajo do të jetë Klaudia Gjergjaj, e cila shpreh se ky çmim ishte surprizë për të. Në të vërtetë nuk e prisja asnjë çmim, por jam shumë e lumtur. Sa e rëndësishëm është për ty çmimi i madh Miss Malsia 2011? Çmimi Miss Malsia është shumë e rëndësishme sepse ka vlerën dhe kuptimin e saj. A je krenare për këtë çmim, kujt ja dedikon atë? Çdo vajzë është krenare për ndonjë çmim. Ja dedikoj familjes time dhe të gjitha ata që më kanë mbështetur në atë mbrëmje. Zakonisht vajzat e cilat fitojnë Miss Malsia pastaj tentojnë më lart për të përfaqësuar Malsin në Miss Shqipëria. Ti mendon ta bësh këtë gjë të tillë, do thotë të marrësh pjesë në Miss Shqipëria? Po sigurisht, kam menduar të marrë pjesë në Miss Shqipëria. Lindita është në vitin e tretë, ndërsa Klaudia maturante në gjimnazin 25 Maj në Tuzë. Të dyja vajzat dëshirojnë dhe premtojnë që në të ardhmen do të konkurrojnë edhe në spektakle të tjera të bukurisë.